8 dhjetori shënon njërën prej datave më të rëndësishme në kalendarin politik dhe shoqëror të Shqipërisë, ditën e rinisë. Kjo ditë lidhet drejt për drejt me lëvizjen studentore të vitit 1990, një moment kyç që u shndërrua në piknisjen formale të rënies së sistemit komunist dhe vendosjes së pluralizmit politik në vend. Adrian Rapushi ka qenë njëri nga ish studentët e dhjetorit 90. Ai tregon se ato ditë kanë mbetur të paharruara në kujtesën e tij. Megjithëse ka kaluar një kohë e gjatë, kujtimet kanë mbetur të paharruara në kujtesën tonë. Ka qenë një natë e ftohtë të dhjetorit, data 8 dhjetor. Kishim trenet pa drita, konvikti Fakultetit Gjeologji Miniera, detyruar nga kushtet e vështira, dolëm në protest para konviktit, para godinës sonë. Bashkë me në erdhen edhe studentët e Fakultetit Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, dhe të gjithë së bashku drejtuam të godina e drejtorisë konvikteve të qytetit studenti. Atje, duke dëgjuar thirrjet tona, u bashkuan dhe studentët e tjerë të qytetit studenti dhe u krijua një turmë e madhe, sa në një moment kur erdhi makina e policisë, pasi pa numrin e madh të studentëve, u detyrua të kthehej. Mbas këtij momenti, turma u rrit akoma më shumë e studentëve, konviktorë të qytetit studenti, dhe që aty morëm rrugën për poshtë drejt Tiranës. Në afërsi të liceut artistik, na ndaloi policia dhe u detyruam të qëndronim atje disa orë derisa pritëm të kthehej përfaqësia jonë nga takimi me presidentin e asaj kohe Ramiz Alia. Në momentin që u kthyen shokët tanë, atje është përdorur dhuna për herë të parë atë natë, diku rreth orës 3 të mëngjesit, të datës 9 dhjetor. Na kanë shpërndarë me forcë dhe jemi detyruar të rendim, të shkojmë të kthehemi në qytetin studenti. Kur jemi kthyer, kemi gjetur godinën tonë me ndriçim. Pasi kishim 3 net, siç u thash, që ishim në errësirë. Të nesërmen asaj e lam të takoheshim të gjithë së bashku në sheshi qytetit studenti para mencës numër 7. Dhe që aty nisi protesta e madhe drejt liceut artistik para ambasadës amerikane, ku bë dhe ndërhyrja e dytë e policisë ndaj turmës së studentëve. Mbas kthimit në qytetin studenti, u vendos që të ndërpritej procesi mësimor, u parashtruan 10 pika, u paraqitën 10 pika presidentit, ku pika kryesore ishte lejimi i pluralizmit politik, dhe pa plotësimin e tyre u vendosi të mos ktheheshin bangat e shkollës. Rapushi kujton se ajo që nisi si një protestë studentore për kushte më të mira jetese, u shndërrua shpejt në një lëvizje të gjerë shoqërore, me thirrje për liri politike, të drejta themelore dhe hapje ndaj perëndimit. U negociuan 2 ditë, ditën e hënë dhe të martë, vetëm pluralizmin politik nuk pranonin. Të gjitha i pranuan vetëm pluralizmin politik. Dhe u detyrua pasaj në takimin e ditës së martë me 11 dhjetor, Ramiz Alia në takimin me një përfaqësi të pedagogëve dhe të studentëve, u detyrua të pranonte pluralizmin politik. Që në atë moment u shpall edhe formimi i Partisë Demokratike. Në kuadrin e ndryshimeve të mëdha në Europën lindore, edhe Shqipëria ishte ndikuar nga këto ndryshime. Por kushtet e vështira ekonomike ishin pretekst, ndërsa në ndërgjegjen e studentëve ishte krijuar bindja që sistemi duhet ndryshuar me çdo kusht. Kjo lëvizje e drejtuar kryesisht nga të rinjt mbeti e gdhendur në historinë shqiptare si forca që ngriti zërin në një kohë kur heshtja ishte norm, sot më shumë se 3 dekada më vonë. 8 dhjetori kujtohet jo vetëm si një ditë simbolike e rënies së një sistemi, por edhe si një homazh për energjinë, guximin dhe vendosmërinë e brezit të ri që ndërmori hapin e parë drejt demokracisë.